Vitet e fundit Tirana po përjeton një transformim të thellë urban me një bum ndërtimesh, ku vëmendja është vendosur tek zhvillimi I kullave shumëkatëse. Tashmë jo vetëm zona si Ish Bloku apo pranë qendrës historike të kryeqytetit, por edhe prona shtetërore te Komuna e Parisit, Fakulteti I Inxhinierisë së Ndërtimit dhe godina publike të transferuara, si ish Agjencia Telegrafike e Lajmeve, apo zona afër liçenit artificial, pritet të shndërrohen në kantier ndërtimi për struktura që do të arrijnë deri në 40 kate. Monitor shkruan se sipas agjencive imobiliare, çmimet e shitjes së apartamenteve në një prej projekteve luksoze që pritet të nisë në zonën pranë liçenit artificial kanë arritur në 10.000 euro për metër katror, një rekord absolut për tregun shqiptar. Rritja e çmimeve të rezidencave në kulla ka qenë progresive. Te Kulla Book Building, pas sahatit të Tiranës, në vitet 2022-2023, apartamentet ushiten me çmime që nisin nga 5.000 euro për metër katror, sipas të dhënave të zyrës të shitjes për monitor. Tek subjekti pranë presidencës, çmimet fillestare varionin nga 4.000 deri në 4.800 euro për metër katror. Tek Rainbow Center, një godinë 7 katëshe ku 2 katet e para të saj funksionojnë si qendra tregtare, në Ish Blok, çmimet arritën në 5.000 euro për metër katror. Tek Eye of Tirana, në fazën e parë të ndërtimit, çmimet për rezidencat ushiten mbi 3.500 euro për metër katror, ndërsa për ambientet komerciale mbi 6.000 euro deri në 8.000 euro për metër katror. Sipas të dhënave për vitin 2025, ndër zonat më të shtrenjta mbetet rruga Brigada në zonën e Ish Bllokut, ku çmimi I apartamenteve shkon në 5.000 euro për metër katror për një nga objektet që është në fazë fillimi.